paktën 26 të vdekur në stuhinë masive këtu në Shtetet e Bashkuara, pasi në Kansas u raportuan 8 viktima. Tornado të dhunshme shpërthyen disa pjesë të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë shkolla dhe duke rrëzuar gjysmë rimorkë traktor në disa shtete. Pjesë e një stuhie përbinçe që vrau të paktën 26 njerëz, pasi moti më i ashpër pritej të shtunën e vonë dhe ndodhi. Numri i viktimave u rrit pasi patrulla autostradave të Kansasit raportoi se 8 njerëz vdiqën në një grumbullim autostrade shkaktuar nga një stuhi pluri në Sherman County të premten. Të paktën 50 persona u përfshin. Missouri regjistroi më shumë viktima se çdo shtet tjetër, pasi raportohet se shpërndau informacionin që qenë vrarë të paktën 12 njerëz, thanë autoritetet. Vdekjet përfshinin një burr që u vra pasi një tornado shkatërroi shtëpinë e tij mobile home. Ky imazh siguruar na tregon antenat mbi dëmet e shkaktuara nga zjarret në Logan County në Oakland. Nëpërmjet AP-s është e panjohur si shtëpi vetëm një fushë mbeturinash, tha eksperti i kontes Butler Jim Akers, duke përshkruar skenën me cilën u përballën shpëtuesit. Ai personi ishte me kokë poshtë, ne po ecnim në përmure. Dakota Henderson tha se ai dhe të tjerët që shpëtuan njerëzit e bllokuar në shtëpitë e tyre gjetën 5 trupa të pajetë të shpërndarë në mbeturinat jashtë asaj që kishte mbetur nga shtëpia e tezës së tij në qarkun Wayne, Missouri, e goditur rënd nga stuhit. Ishte një marrëveshje shumë e ashpër natën e kaluar, tha ai, të shtunën rrethuar nga pemë të shkuluara dhe shtëpi të coptuara. Është vërtet shqetësuese për shkak të asaj që ndodhi me njerëzit viktimat mbrëmë. Anderson tha se ata e shpëtuan tezën e tij në një dhomë gjumi që ishte vetë një dhomë e mbetur në shtëpinë e saj, duke nxjerrë atë nga një dritare. Ata morën dhe një burr që kishte një krah dhe një këmbë të thyer. Zyrtarët në Arkansas thanë se 3 persona vdiqën në kontenë e pavarësisë dhe 29 të tjerë u plagosën në 8 qarqe, ndërsa stuhit kaluan në shtete. Ne kemi ekipe që vëzhgojnë dëmet nga tornadot e natës kaluar, kemi reaguesit e parë në terren për të ndihmuar. Qeveria e